Njëri prej të dyshuarve në rastin e zhvatjes së mbi 1 milion eurove nga Byroja Kosovare e Sigurimeve, i është përkeqësuar gjendja shëndetësore gjatë seancës dëgjimore që po mbahet në gjykatën e Prizrenit. I dyshuari së bashku me 38 persona të tjerë ishte paraqitur para trupit gjykues kur ka shfaqur probleme shëndetësore. Në vendin e ngjarjes ka intervenuar ekipi i emergjencës. Atij është ofruar ndihma e parë, ndërsa më pas i dyshuari është transferuar me autoambulancë për trajtim të mëtejshëm mjekësor. Viti 2026 pritet të jetë vendimtar në procesin gjyqësor në Hag të katër shesë së UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Në deklarimet e fundit thuhet se kjo gjykatë nga data 9 deri më 18 shkurt ka caktuar fjalët përfundimtare. Gazeta Bota Sot ka kontaktuar gjykatën dhe pyetur se nëse ka ndonjë datë të caktuar se kur do të mbahet seanca përfundimtare ndaj Thaçit dhe të tjerëve, dhe në përgjigjen e tyre thuhet se nuk ka ende ndonjë datë përfundimtare, ndërsa pas mbylljes së çështjes gjyqësore, vendimi mund të merret pas 90 ditëve ose të vazhdojë edhe 60 ditë të tjera. Aktualisht nuk është caktuar asnjë datë për shqiptimin e aktgjykimit në çështjen e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Trupi gjykues ka në dispozicion 90 ditë për marrjen e vendimit pas mbylljes së çështjes gjyqësore. Ky afat mund të zgjatet për 60 ditë në qoftë se rrethanat e çështjes kërkojnë zgjatje të mëtejshme të tij, thot Angela Grep nga gjykata speciale. Të pyetur nëse do të ketë një datë të përbashkët vendimi për të katërt të akuzuarit, nga gjykata thonë se vendimi do të merret veç për secilin, ndërsa vendimi do të kumtohet në të njëjtën ditë. Trupi gjykues vendos veçazi për secilin të akuzuar nëse prokuroria mund të vërtetojë fajësinë e tyre jashtë dyshimeve të arsyeshme dhe do të marrë një vendim për secilin të akuzuar veçazi. Sipas praktikës së zakonshme, trupi gjykues do të shqiptojë aktgjykimin për të katërt të akuzuarit në të njëjtën kohë dhe vendimet do të përfshihen në një dokument, thuhet në përgjigjen për Bota Sot. Ndryshe, Hashim Thaçi së bashku me Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin u arrestuan në nëntor 2020 nga zyra e prokurorit të specializuar të gjykatës speciale në Hag. Të gjithë u transferuan në burgun e gjykatës speciale në Hag, Holand, ku filluan procedurat e akuzave për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që pretendohet të jenë kryer gjatë luftës në Kosovë në vitet 98-99.